absolutisht është, pra 1 kilometër rrugë nuk mund bëj kaq milioner ose është bërë ku dëgjon apo ky tuneli X apo tuneli Y, etj. Këto jemi dakord. Por gjithsesi duhet kemi fatuar. Pra gjithsesi duhet thënë që sepse buxheti ai është, Shqipëria ka një GDP që të gjithë e dimë. Ka një buxhet që të gjithë e dimë. Sa herë çdo vit themi buxheti më i madh në histori, pa harruar ku ka shkuar inflacioni e gjërat e tjera. Po themi po dalli që me hop. Kështu që do tema cosa interesant me prek. Jo, është prandaj të dalë dhe se pastaj shikoj unë. Redi. Problemi është duhet të thonë qartë dhe pastër se është e vërtet. Po, patjetër. Pra ne jemi teston mua di që kam pyet. Ne jemi popull që gënjehemi dhe kjo është e pastër fare. Jemi gënjur historikisht dhe besoj dhe në këto zgjedhje do gënjehemi njësoj siç jemi gënjur në zgjedhjet e tjera. Prandaj partitë lëshojnë lirshëm në çdo fushat këtë lloj premtimi i cili nuk është se mund të realizohet, dhe është e qartë që nuk mund të realizohet. Pra, kur folëm shëndetësi falas, kur folëm arsim cilësor, kur folëm gjitha këto, sot nuk kemi asgjë kundi me këto premtime. Dhe për premtime tjera që mund të ketë bërë Partia Demokratike në vitet 2005-2013. 350.000 vende të reja pune, kur ishte 8% e ekonomi private. Janë të njëjtën situatë. Dhe erdhi Edi Rama tha 300.000 vende të reja pune që prapë vështirë se u krijuan. Prandaj s'flasin asnjë në partitë tani, dhe shumica u larguan. Asnjë nuk premton vende të reja punë, se i ka private. Ne, për shembull, një investim minimal që mund të premtonte çdo kush ishte fokusi ke bujësia ose një premtim kreti i normal, që nuk e thot askush sepse fshatrat sot po shkretohen, po boshatisen dhe fokusi i qeverisë nuk është fare te këto kategori ose te kjo industri e lehtë që mund të ishte shumë përfitueshme për Shqipërinë me vlerë, por fokusohen në përfitime, në interesat të mëdha ku ka miliona euro që hidhen, ku ka kulla dhe ku ka interesat të disa individe. Kështu që gjithë kjo situatë, edhe pse ne jemi të pozicionuar si shqiptar, pra ne dim në fund do shkojmë do votojmë ose majtas ose djathtas, premtimet janë të lehta për të dhënë, por shumë të vështira për të mbajtur. Atëherë, nëse më lejon vetëm 50 sekonda, nuk të marrëm shumë miku im. Ju për mërë një kohën e ju se unë dashurin më të madhe kam me dëgju. Të premtova pak se 2 minuta dhe duhet të mbaj premtimin. Po dhe që para se sa të hynim. Por duhet të shumë shkurt. Ka inflacion premtimesh. E thame shumë drejt për përrimi, miku im. Por, si inflacion premtimesh, edhe këtu dallojnë nga të tjerët. Italiani, ne njohim italianin se sa premton këto gjëra, i ka këtë 25-50% janë të gjitha të llogaritura për perimet dëshur. Premtimet ekonomike flas. Gjermania është shumë me këmbë në tokë, 20-30, po e kaloi 30 që duket që është parti që po premton kaq. Ne 80 deri 90. Por dëgjoj. Që nuk realizohen. Se doja të kapë 50 sekondë. A diçka më brengus të ne. Po të analizosh edhe fushatën e Gjermanëve, edhe të Melonit, edhe në Austri, edhe në Suedi, vendin më civilizuar në botë, e lemon Amerikë, të gjithë kanë dollë haptas, do me thonë, boshtin kryesor të fushatës e kanë pas luftën kundër të ujve. E kanë godit. Amo kuran rrana e politikës të brendshme, janë shumë të kujdesshëm çfarë po premtojnë. Sa aty që tha avokatin ngriten shumë shpejt qytetarët, protestojnë. Për shembull, pja u marrë një shembull, në një vend ku mbram Prishtina ishte në vendin qyteti 71 në botë për ndotje të ambientit, të ajrit, kur Tirana është nga qytetet më të ndotura në botë, kur qytetari Tiranës brenda 365 ditëve i thidh 24 kg pluhur, dhe kur s'kemi parti ekologjike, kur kësi intereson njeriut për shëndetin e vetë, çka hanë, për shembull, del një skandal atje që ne kemi hangër mish të prishur, mish që vjen nga Brazili, shkrihet, ngrihet, a është akoma teren ma i përshtatshëm me bon premtimet të tilla për një klasë politike? Është plotësisht tereni më i përshtatshëm, pse? Sepse virusin e papërgjegjshmërisë e ke aty. Është virusi më i keq që mund të infektojë një shoqëri. Dhe ne vazhdojmë të kemi parti të papërgjegjshme në premtimet që japin. 80 deri 90% inflacion premtimi nuk ka ku të mbahet. E megjithatë, njerëzit e dëshpëruar duan ta shohin atë premtim.
Dhe kur kanë një aq më tepër anësi partijake apo politike, aq më shumë i ecën e ushqen atë shpresën ky njeri i anësuar. Në këtë kuptim partitë luajnë, kanë gjetur shesh dhe po bëjnë për shesh me ne. Por gjëja kryesore që ne duhet kemi është paktën tu kërkojmë atë që tha përparimi pak më përpara. Faturën vëlla, sa do të na kushtoj kjo. Dhe unë do të shtoja edhe këtë tjetër, të dytën përparim dhe mbyll edhe kohën, sepse nuk mund të thuash për 3 javë, për 3 muaj, për 100 ditë e para. Një qeveri fillon tek 100 ditët e para, pastaj ecën do të jesh serioz me qytetarin tënd pak brenda mandatit. Po, brenda inflacionit të fqinjit, të Italisë, 35-40%. Thuaj që do ta bëjnë në vitin e dytë, 1200 euro premtimin për 3 muajt e parë. Ka disa premtime për shembull që janë me këmbë tokë. Do t'ja them edhe këtë, për shembull, taksimi shesht, i cili ka qenë gjatë kohës së qeverisë së SPD-s. Edhe ka qenë mirë, suksesshëm. Ka patur vitet 2007-2009, Ta themi këtë, sollën 2 miliardë dollar. E pam që taksimi progresiv nuk është ai që po themi të paktën të jetë kaq i sukses, se problemi shiko. Vendosja e taksave nuk është qëllim në vetvete. Jo, është një mjet. Është një mjet për të siguruar më shumë para për buxhetin e shtetit. Nuk kaq është. Pra, dhe ideja është për mendimin tim. S'ke ideologji brenda një sistemi taksi. Kështu që në këtë pikë, unë mendoj që fakti që do rikthehet është diçka e mirëpritur dhe po të shikosh edhe bizneset. Se sa ky lloj taksimi që është tashmë. Po, kush ta ka rikthyer këtë? Në vendet ku je rreth tesh. A ti e di që taksimi i shesht është minoritar në 52 shtetet e Europës? Shiko, problemi do të shikosh. E disa e kanë 5 dhe 6 shtete. Sistemi ekonomik që ti ke. Shiko, ne nuk kemi një vend. Sa të vlen? Ne nuk kemi vend. Sa të vlen ta zbresësh taksën 10%? Ne nuk kemi vend prodhues, Fatos. Nuk kemi vend prodhues. Ore, ne jemi vend tregtar. Shërbimesh. Absolutisht. Ti ke përgjysmuar bilancin e llogarisë. Kur ta kuptojmë këtë do jetë shumë vetëm nga turizmi në Shqipëri. Po, pra këto jo. Ore, kam një pyetje, tani 2 pyetje brenda një pyetje. Për turizmin, kisha pas dëshirë me e përmend pak goditjen që po bëhet hoteleve, domethënë në gjithë Shqipërinë, që jo duhet ju paraprakisht paguni 60% në rast se ju doni mos me pas kontroll nga organi i tatimeve, po dhe puna e avokat, puna e TVSH-s. Për shembull, gjithkund në botën perëndimore ti pagun për ujt lajthiza kur ti e shet, por nuk pagun ti për makinën që e sjell, domethënë ti një herë pagun TVSH-n, e shite nuk e shite, pastaj ti merr shteti lekt, kur shkon ti me kërku TVSH-n, a diçka thoni, ke në mënyrë hipotetike, po tham 400.000 euro atje. Thot një i ATK-s, i zyres tatime, a diçka, më mirë me dhomë unë ja 50.000 në gjep, se prap ti po i merë 350.000. Jo, më të shton të bën një verifikim, ose një kontrol të caktuar, të bën një kontrol të caktuar, dhe të thot që shko se do duhet të paguash të, në mënyrë që ti mos të t'japi asnjëherë diçka mbrapsht. Ti të vëshën nuk e merr kurrë. Në këtë vend nuk merr kurrë. Te problemi filozofisë dhe të mënyrës vendosjes taksa, po dhe të politikat që bëjnë qeverit. Si mundet që një qeveri të detyrojë një biznes, kushdo qoftë një kategori biznesi, të parapaguajë diçka apo të paguajë diçka në mënyrë që me presione hipotetike që mos të futemi në histori të tjera për të vendosur gjoba apo për të marrë taks tjetër. Pra kjo gjithë histori nuk shkon e para nga ana ligjore, nuk është normale, dhe dyta ti nuk mund të dëmtosh të vetmen industri që u tha këtu, ose të vetmen biznes i cili gjeneron tashmë per turizmit, sjell disa të ardhura shtesë që balancojnë ato deficite. Është industria numër 1 e vendit. Është industria parë dhe për shkak të 4.5 miliard në vitin që sapo mbyll. Hotelet u goditën me faktin që nuk do kenë plazhe më, nuk do shfrytëzojnë dot maksimalisht ose për aq sa mund të shfrytëzojnë atë ambientin e